Rreshtet e rrëmbyeshme të ditëve të fundit në Vietnamin qendror kanë sjellë përmbytje të jashtëzakonshme duke zhytur në ujë zona të tëra dhe duke shkaktuar një krizë humanitare në rritje. Autoritetet raportojnë se numri i viktimave ka arritur në 52 ndërsa 10 persona rezultojnë ende të zhdukur. Dëmet materiale janë të mëdha, mbi 68.000 banesa janë përmbytur duke detyruar 70.000 banor të braktisin shtëpitë e tyre. Sektorët ekonomik kryesor janë goditur rënd me 15.000 hektar orizë të shkatëruar dhe mijëra krerë bagëti të ngordhur ose të zhdukur. Rrugët dhe infrastruktura kryesore kanë pasur dëmtime masive, përfshirë rrëshqitje, dherash, ndërsa linjat hekurudhore dhe disa aeroporte lokale janë jashtë funksionit. Kjo ka vlerësuar ndjeshëm operacionet e shpëtimit dhe transportin e ndihmave. Qeveria e Vietnamit ka angazhuar forcat e ushtrisë dhe mbrojtjes civile në terren për të shpëtuar personat e bllokuar dhe për të shpërndarë ushqime, ujë dhe ndihma emergjente. Ndërkohë, organizata ndërkombëtare si UNICEF, Organizata Ndërkombëtare për Migracion dhe Bashkimi Evropian ka nisur mbështetje për komunitetet më të goditura. Sipas Qendrës Kombëtare të Hidrometeorologjisë së vendit, alarmet për rreshje të ndendura mbeten aktive dhe shirat pritet të vazhdojnë duke rritur rrezikun për mbytje të reja, rrëshqitje të tjera dherash dhe dëme të mëtejshme në infrastrukturë. Autoritetet i kanë bërë thirrje qytetarëve të ndjekin udhëzimet e emergjencave dhe të shmangin zonat e rrezikshme.